Prej disa ditësh Sali Berisha po I qan hallin Odirit duke pretenduar se është kërcënuar nga Igli Hasani. Mendoni pak Iglin me thik në dorë te dera e Odirit. Ligjërimi I Berishës, shpikja e një fakti dhe pastaj vijimi I komenteve mbi faktin e shpikur nuk synojnë të qenë hallin Odirit dhe as ta mbrojnë atë. Përkundrazi ky është I vetmi kërcënim që misioni I Odirit po merr publikisht. E gjithë ajo që bën Sali Berisha është një përpjekje për t'i dalë përpara raportit përfundimtar të Odirit, që të gjithë e dimë si është pasi shumica e tij është publikuar në raportet paraprake. Një raport që pranon se zgjedhjet ishin konkurruese, që ka vërejtje për sistemin zgjedhor, që bën thirrje për përmirësime si në çdo palë zgjedhje dhe që ka kritika për rastet kur janë verifikuar shkelje. Edhe Sali Berisha e di sepse e ka lexuar raportin. Ajo që ai po bën ka të bëjë thjesht me faktin që kur të dalë raporti dhe nuk do të ndodh asgjë, ai të thotë. Ai u thash që I ka kërcënuar ky Igli Hasani, ja shikojeni se çfarë raporti kot kanë bërë. Pra është një përpjekje për të shantazhuar paraprakisht Odirin që ose ta bëjnë raportin si çdo Berisha ose ndryshe ai nuk do ta njoh, por do të shpallë që janë shantazhuar. E bëri këtë që në fillim e kreun e këtij misioni duke akuzuar se ka hequr pjesë nga raporti në presionin e qeverisë. Thjesht është I shqetësuar që fantazitë e tij nuk gjejnë vend në raport. Tani vazhdimi I kësaj retorike është thjesht një përpjekje për të justifikuar pse protokollat që thot çdo ditë në orën 12 nuk janë në raport. Pasi nuk arriti të delegjitimoj zgjedhjet, pasi dështoi me rinumërimin, pasi nxori në pa vjedhjet mes kandidatëve të PD-s. Tani kërkon të shantazhojë Odirin dhe ta delegjitimojë sipas mendjes së tij raportin përfundimtar kur të bëhet publik. Kaq është e gjithë kjo histori. Është thjesht taktika e tij klasike dhe e lexueshme sa herë ka një problem. Kur ka gjyq me një gjyqtar e sulmon personalisht, kur ka hall me një prokuror, shpik histori me miliona që kanë shkuar në xhepin e tij. Tani që ka hallin se si misionari I Zotit nuk ka fituar, do të gjejë një alibi për të thënë që këta njerëzit në tokë nuk pyesin as për Zotin që ka dërguar Berishën në tokë për zgjedhje të lira. Nuk është se kompleksohet Odiri, as se do ndryshojë ndonjë gjë në raportin final. Problemi është që deri atë ditë ai të ketë çfarë të thotë dhe pas asaj dite të kënaqet që ka parashikuar që ata janë shantazhuar edhe nuk kanë mbrojtur humbjen madhështore të Berishës. Pra I vetmi shantazh ndaj Odirit është kjo shpikje e një shantazhi mbi Odirin. Por si çdo shpikje e Berishës është vetëm për konsum të brendshëm nga dera e Shqupit deri te zyra e Flamurit.